Dashi. Dita e sotme gjithçka do varet nga sjellja juaj. Matini me kujdes gjestet dhe fjalët. Mos u tregoni shumë indiferente nëse jeni në një lidhje sepse po e lat pas dore keni për ta humbur partnerin. Me pak më shumë përkushtim dhe tolerancë lidhja juaj mund të jetë më e mirë. Nëse jeni beqar dhe dëshironi të krijoni një lidhje mos qëndroni në shtëpi para televizorit, por dilni dhe kërkojeni personin e përshtatshëm. Planetët do ju ndihmojnë, por dhurata nga qielli nuk ka. Në punë do jeni mjaft ambicioz, por shefat nuk do ju mbështesin. Financat do jenë më të mbrojtura se kohët e fundit. Shëndeti, mund të ndjeni tension emocional, bëni frymëmarrje të thella dhe vendosni kufi për të ruajtur qetësinë. Këshilla e ditës, fjalët sot kanë peshë, matini, mos reagoni me impuls. Demi. Sot nuk do I duroni dot kontradiktat me të tjerët dhe mund t'ju mbathni nga ambienti në të cilin ndodheni. Nëse keni një lidhje do kaloni shumë vështirësi. Gënjeshtrat do jenë të njëpasnjëshme nga ana e partnerit dhe do preferoni më shumë të qëndroni disa kohë vetëm e të reflektoni se çfarë do bëni. Nëse jeni beqar tregohuni më të kujdesshëm me personat që do takoni sepse disa do mundohen t'ju mashtrojnë me fjalë të bukura. Në punë do keni disa pengesa të vogla, por fal mbështetjes së disa të afërmve nuk do mbeteni në balë. Me shpenzimet do I keni punët keq dhe problemet financiare do shtohen. Shëndeti, emocionet mund t'ju peshojnë, pushimi I shkurtër dhe një shëtitje jashtë ndihmojnë. Këshilla e ditës, mos merrni vendime të nxehta, pritni pak dhe shikoni të dhënat para se të veproni. Binjakët. Sot keni shumë fat. Edhe nëse mund të jeni të pasigurt për diçka, pranoni ftesat dhe propozimet që do ju bëhen. Nëse jeni në një lidhje do merrni vendime të rëndësishme për jetën tuaj dhe kjo do ju bëjë të ndiheni edhe më mirë. Personi që keni në krah do tregohet I dashur dhe I sinqert me ju. Ju beqarët do kaloni një ditë interesante dhe me emocione. Përfitoni nga takimet që do bëni. Në punë mund të keni edhe ngritje në detyrë dhe do ndiheni të plotësuar. Klima në planin financiar do jetë e favorshme. Mund të kryeni më në fund investimet që kishit menduar prej kohësh. Shëndeti, energjia është me ju, përdorini momentin për aktivitet të lehtë fizik që forcon disponimin. Këshilla e ditës, thoni po kur mundeni, dita favorizon hapjet sociale dhe mundësi të reja. Gaforja. Nuk pritet ndonjë shkëlqim I madh në jetën tuaj sot, kështu që mos shpresoni më kot. Për ju çiftet nuk do ndodhe asgjë e veçantë që duhet shënuar. Megjithatë dita do jetë e këndshme dhe do ndiheni mirë pranë atij që dashuroni. Për ju beqarët ka shumë mundësi që një miqësi jo shumë e hershme të kthehet në ndjenja të forta. Mos u druani as pak, por shprehini ato që keni në zemër. Me jetën profesionale nuk do jeni plotësisht të kënaqur. Ose nuk do arrini atje ku keni menduar ose do lodheni e do mërziteni shumë. Pamaturia në planin financiar do ju kushtoj shtrenjtë. Ulni sa të mundni shpenzimet. Shëndeti, mbajeni vëmendjen tek pushimi dhe hidrimi, streset e vogla mund të grumbullohen. Këshilla e ditës, mos I lini shpenzimet pa kontroll, një plan I thjesht buxheti do ju ndihmojë shumë. Luani. Sot do keni nevojë etike të bëni ndryshime dhe të përjetoni emocione të reja. Ka mundësi që të ndërmerrni edhe ndonjë sfidë. Për ata që janë në një lidhje dita do fillojë qetësisht, por pas mesditës situata do nxehet e pasioni do shtohet dhe emocionet do bëhen të forta. Shfrytëzojeni çdo sekond deri në maksimum. Për ju beqarët do fillojë një dashuri e madhe dhe tejet emocionuese. Në punë do keni ide brillante, do jeni shumë korrekt dhe askush nuk do mundet dot t'ju pengojë në projektet që keni filluar. Në çdo profesion që të jeni do ndiheni shumë të nevojshëm për të tjerët. Financat kohët e fundit nuk kanë qenë shumë të mira, kështu që sot duhet të merrni masa më strikte. Shëndeti, energjia është e lartë, kujdes vetëm të mos të I kaloni kufit e trupit, pushime të shkurtra midis angazhimeve. Këshilla e ditës, shfrytëzoni pasionin, por planifikoni edhe financat, emocioni nuk zë vendin e strategjisë. Virgjëresha.
Mërkuri do ju bëjë të mendoni gjëra të reja si ta përmirësoni të përditshmen. Mundet edhe të eksperimentoni sot. Nëse jeni në një lidhje, partneri juaj do jetë dakord t'ju ndjek ngado dhe kjo do ju bëjë të ndiheni mirë. Nuk do mungojnë as çastet e zjarrta apasionante për ju. Nëse jeni beqar tani, për tani situata sentimentale do jetë ende e qetë. Nuk ka ardhur koha e përshtatshme për të bërë ndryshime. Në punë ka rrezik që situata të jetë shumë e paqëndrueshme. Mundohuni të reflektoni dhe të përqendroheni sa më shumë tek gjërat thelbësore, sepse përndryshe gjithçka do marrë ta të pjetën. Parat për fat do mbeten të mira. Shëndeti, mendja do punoj shpejt, shmangni mbi ngarkesën mendore me pushime të shkurtra dhe ujë. Këshilla e ditës, eksperimentoni me një ide të re, por mos humbni fokusin në detyrat kryesore, ekuilibri është çelësi. Peshorja. Syt do ju shkëlqejnë edhe më shumë gjatë kësaj dite, sidomos për shkak të dashurisë. Venusi do ju garantoj një jetë sentimentale harmonike dhe mjaft të bukur. Do ndiheni të lumtur pranë atij që keni në krah. Ju beqarët do përballeni me surpriza të këndshme. Mos neglizhoni ftesat për takime që do ju bëhen gjatë kësaj dite. Puna që bëni nuk do ju kënaqë mjaftueshëm, ndaj sa më parë duhet të kërkoni diçka tjetër. Nëse dikush ju propozon ndonjë mundësi, mos e refuzoni pa u menduar. Do e keni pak të vështirë ta ekuilibroni buxhetin sot, por me pak mundim dhe maturi do ja dilni mban. Shëndeti, her pas here do ndiheni të lodhur nga ritmi i ditës. Organizoni më mirë kohën dhe mos e teproni me angazhimet. Këshilla e ditës, mos humbni mundësitë vetëm nga frika e ndryshimit. Akrepi. Sot do jeni të gatshëm të bëni gjithçka që të tjerët të kënaqen. Nëse keni një lidhje, do e kuptoni më thellë partnerin dhe do ja plotësoni dëshirat. Nga ana tjetër, ai do ju përgatis një surprizë që nuk e kishit imagjinuar. Ju beqarët do keni takime të shumta. Merrini gjërat me qetësi dhe njihuni më mirë me personat e rinj. Në jetën profesionale do jeni shumë të organizuar dhe të vlerësuar. Mund të përfitoni për të kërkuar rritje rroge ose përfitime të tjera. Në planin financiar do keni fat dhe gjërat do shkojnë më mirë nga sa prisnin. Shëndeti, energjia do jetë e mirë, por ruajuni nga lodhjet mendore. Jepini vetes pak qetësi. Këshilla e ditës, mos nxitoni të besoni të gjitha ata që ju afrohen. Shigjetari. Sot do doni të eksperimentoni dhe të provoni gjëra të reja. Shpesh do jeni si një vulkan gati për të shpërthyer. Nëse jeni në një lidhje, edhe pse nuk keni shumë kohë, do kaloni çaste të paharrueshme. Madje do ndani me partnerin edhe sekrete që ju afrojnë më shumë. Ju beqarët nuk duhet të keni zili të tjerët. Mundohuni vetë të afroheni me atë që pëlqeni, çdo mënyrë është e vlefshme për të arritur qëllimin. Në punë idetë tuaja do jenë të qarta dhe do ecni drejt objektivave. Financat do jenë të qëndrueshme, për sa kohë vazhdoni të bëni llogari para çdo shpenzimi. Shëndeti, kujdes me lodhjen fizike dhe shpërthimet emocionale. Mbani ritëm të qëndrueshëm. Këshilla e ditës, rrezikoni me maturi, shpesh mundësitë më të mira vijnë nga guximi. Britsjapi. Do jeni në humor të shkëlqyer dhe gëzimin do ua transmetoni edhe të tjerëve. Nëse jeni në një lidhje, dita do jetë e mbushur me momente pozitive dhe çaste pasionante. Ju beqarët do keni mundësi të shumta për takime dhe njohje të reja. Në punë do jeni korrekt dhe do ndiqni rregullat. Gjithçka do ju ecë në mënyrë perfekte. Shpenzimet duhet t'i menaxhoni me kujdes, edhe pse situata financiare nuk është as pak e keqe. Shëndeti, mbani ritëm të qetë, shmangni stresin e tepërt dhe kujdesuni për gjumin. Këshilla e ditës, mos ua lini të tjerëve të prishin energjinë e mirë të ditës. Ujori. Marsi dhe Mërkuri do ju shtyjnë të reagoni më fort në familje. Mundohuni të ruani qetësinë për të shmangur konfliktet. Nëse jeni në një lidhje, shtoni dozat e imagjinatës sepse rutina rrezikon të bëhet mbytëse. Ju beqarët do jeni më të mbyllur dhe nuk do përfitoni nga ftesat për njohje të reja.
Në punëjet do ju ndihmojnë me kreativitet dhe fat. Projektet do ecin drejt realizimit. Në financa mos u tregoni impulsiv sepse mund të lindin probleme. Shëndeti, tensioni nervor mund t'ju lodhë. Merrni frymë më thellë dhe shmangni debatet. Këshilla e ditës, ruani qetësinë, jo çdo gjë meriton reagim të fortë. Peshqit. Sot do jeni me humor të mirë dhe me shpirt pozitiv. Në çift do tregoheni të kuptueshëm dhe marrëdhënia do ngrohet edhe më shumë. Mbrëmja premton çaste romantike. Ju beqarët do jeni të drejtë për drejtë me personat që pëlqeni dhe kjo do rrisë shanset për një lidhje të re. Në punë do keni sukses dhe do hidhni hapa të mëdhenj, ndoshta edhe më shumë se sa prisnin. Në planin financiar duhet të kufizoni shpenzimet në mënyrë që të shmangni tronditjet. Shëndeti, energjia do jetë e mirë, por shmangni ushqimet e rënda dhe organizoni më mirë pushimin. Këshilla e ditës, merreni ditën me qetësi dhe mos u nxitoni në vendime. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.